Në paralagjën Dardania, rruga Memleshi vazhdon të jetë në gjendje jo të mirë. Gjendja e dëmtuar rrugës po vështirëson qarkullimin e automjeteve dhe lëvizjen e përditshme të qytetarëve. Banori i kësaj zone, Muharrem Murina, tregon më shumë rreth kësaj situate. Rruga Memleshi nuk është e shtrune, mak Leshi po, apet pran Leshi jo. Qëtu dy rrugë janë met midis është shtruë, edhe s'merr kush parasysh kush gjë. Pishin edhe vetë, çfarë gjendje, ha? Murina thekson gjithashtu se dëmtimet në rrugë po bëhen edhe më problematike gjatë kushteve të pafavorshme atmosferike, duke rritur rrezikun për dëmtim të automjeteve dhe vështirësi në qarkullim. Dëmtojnë automjetet e bëhen pusa tujt për me kalu o zër, gjatë shijave. Sipas tij, banorët kanë adresuar disa herë kërkesa tek institucionet përgjegjëse për ndërhyrje, por deri më tani nuk është ndërmarrë ndonjë masë konkrete për zgjidhjen e problemit. Kanë kërkuar shumë se jo pak, po dikun ngel puna. Ja me marrë vesh se mes me shtu që të qop rruga dhe që ato, se midis më ushtu dy skajet jo qysh. Ky Ardian Gjini i ka shtru dhe rrugë tjera, që kjo jo në amet, dhe në përfshatra i ka shtru, ja u ka që asfaltin të dhe dhe aborrit, që kjo jo në amet. Banorët e zonës apelojnë që institucionet kompetente të ndërhyjnë sa më shpejt, në mënyrë që të lehtësohet qarkullimi dhe të shmangën dëmtimet e mëtejshme.